Pastrimi i qyteteve në Shqipëri vazhdon të jetë një sfidë e madhe, me Tiranën që shfaqet si qyteti më problematik. Sipas një studimi të IDM-s, me 120 intervista të kryera në 5 bashkitë e qarkut, Tiranë, Rrogozhin, Vorë, Kavaj dhe Kamës, del në pa se shqetësimi i qytetarëve për menaxhimin e mbetjeve është madhor. Çdo ditë, rreth 688 tonë mbetje depozitohen në landfillin e Sharrës, që është i vetmi vend grumbullim për kryeqytetin. Por, përkundër kësaj, verën e kaluar në gusht 2024, Tirana përjetoi një krizë të pashembull pastrimi, duke lënë lagje të tëra të mbuluara nga mbeturinat. Shërbimi i pastrimit në Tiranë u centralizuan me kompaninë publike Eko Tirana përmes një procesi të paqartë, siç zbuloi një hulumtim i Citizens Pikal. Kryetari i bashkisë, Erjo Veliaj, i cili sot ndodhet në arrest me burg, akuzoi kompanitë private për sabotim të qëllimshëm, por kontratat dhe marrëveshjet e vetë bashkisë tregojnë një histori tjetër. Deri në mars 2024, Bashkia Tiranë kishte kontrata me 4 kompani për pastrimin e qytetit, por kalimi i përgjegjësisë tek Eko Tirana krijoi krizën. E krijuar në vitin 2016, historia e komplikuar e Eko Tirana nisi kur Bashkia Tiranë lidhi një kontratë shërbimi me kompaninë për pastrimin dhe diferencimin e mbetjeve urbane në qytet. 6 vite më pas, në kulmin e debateve për skandalin korruptiv të inceneratorit, kjo nismë ende nuk ka gjetur zbatim. Fillimisht kjo kompani kryente pastrimin për zonën e Kuqa, por situata me mbetje në kryeqytet këtë verë u përkeqësuar derisa nuk mund të fshihej. Kryetari i bashkisë, Erjo Veliaj, pranoi situatën, por e kaloi përgjegjësinë te kompanitë private. Por vetë kompanitë e mohuan diçka të tillë për mediat. Ekspertët ekonomistë i thanë IDM-s se janë të shqetësuar për efektivitetin e kësaj kompanie, pasi e shohin me dyshim që Eko Tirana të menaxhojë më shumë se 1/4 e qytetit, pasi është një kompani koncesionare që ka operuar me shumë vështirësi financiare. Eko Tirana është një shoqëri ku Bashkia Tiranë ka 51% të aksioneve dhe kompania italiane AGSM AIM ka 49%. Por ky i fundit ka hyrë në proces likuidimi që prej vitit 2021. Ndërkohë, qytetarët paguajnë çdo muaj 480 lek taks për pastrimin e mbetjeve, por kjo nuk përkthehet në shërbimet cilësore. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, në 3 vitet e fundit Bashkia Tiranë ka paguar mbi 26 milion euro shtesë për menaxhimin e mbetjeve, por objektivet për përmirësimin e situatës mbeten të parealizuara. Buxheti i vitit 2024, që është i parashikuar për menaxhimin e mbetjeve, krahasuar me vitin 2020, është 50% më i lartë. Sipas projekt buxhetit të vitit 2025, taksa paguesit e Tiranës do të paguajë rreth 12.5 milion euro për inceneratorin që duhet të ishte ndërtuar dhe të ishte duke prodhuar energji, por në fakt nuk ekziston. Intervistat e kryera me banorët në 5 bashkitë e qarkut dëshmuan se problemi me plerat është i mbartur dhe nuk po gjen zgjidhje. Qytetarët kërkojnë transparencë dhe zgjidhje përfundimtare për pastrimin e qytetit.